Gabimi nuk është fundi, është fillimi i një jete të re. Nëse do t'i thoj Arlindit dikur se gabimi më i madh i jetës së tij do të bëhej pikërisht pikënisja e një transformimi të madh, ai ndoshta do të qeshte në fytyrë, me një qeshje të hidhur dhe plot sarkazëm. Sepse, kur ai bëri atë që e koi në burg, mendonte se kishte mbyllur çdo derë, çdo shpresë, çdo mundësi. Në sytë e tij, jeta kishte marrë fund. Por ajo që ai nuk dinte, ishte se fundi që mendonte, ishte në fakt fillimi i një rruge që do ta bënte më të fortë, më të ndjeshëm, më të vërtetë. Kjo është historia e tij, një histori që nuk është vetëm për të dënuarit, por për të gjithë ata që e ndjejnë veten të thyer, fëmijëria. Kur bota të harron që në nisje, Arlindi u rrit në një familje të thjeshtë dhe të brisht, në një lagje të varfër të periferisë. Babai i tij ishte një burr i thyer nga jeta, me shishe alkooli më shumë se fjalë të mira në shtëpi. Nëna, një grua e lodhur nga puna dhe dhuna, mezi arrinte të mbante në këmbë familjen. Mungesa ekonomike ishte e dukshme, por mungesa më e madhe ishte ajo e dashurisë, e sigurisë emocionale. Në shkollë, ai ishte i heshtur, i tërhequr. Asnjëherë nuk bënte zhurmë, por edhe askush nuk vuri re heshtjen e tij. Ishte i padukshëm për sistemin, për arsimtarët, për shoqërinë. Rrobat që vishte ishin të përdorura, çanta e tij gjithmonë e grisur. Ai nuk donte shumë, vetëm një buzëqeshje, një sije, një ndjenjë që dikujt i intereson. Por asgjë nuk erdhi. Kur mbushi 13 vjeç, filloi të kalonte më shumë kohë jashtë se sa brenda shtëpisë. Rruga i ofroi atë që shtëpia nuk ia dha kurrë, një ndjenjë përkatësie. Të mëdhenjt e lavdëronin kur pranonte të kryente punë të vogla për ta. Fillimisht ishte thjesht mesazhe. Më pas erdhi droga. Pastaj frikësimet. E gjithë kjo u shndërrua në rutinë. Në sy të botës, ai po bëhej kriminal. Por në shpirtin e tij, ai thjesht po kërkonte vendin e tij në këtë botë. Adoleshenca, kur errësira bëhet dritë e rreme, në moshën kur shumica ëndërrojnë të bëhen futbollist apo shkencëtar, Arlindi ëndërronte të kishte para për të blerë një palë atlete të reja. Ai e la shkollën. Filloi të ndihmonte një grup që merrej me veprimtari kriminale. Fillimisht ishte thjesht ndihmës. Pastaj filloi të drejtonte veprime. Ishte i zgjuar, i shpejt, i heshtur, dhe shumë i uritur për vëmendje. Kur kishte mbushur 17 vjeç, ndodhi ajo që ndryshoi gjithçka. Një mbrëmje u përfshi në një grabitje të planifikuar nga një mik i ngushtë. Plani ishte i thjesht një dyqan i vogël, një pronar i moshuar, pak para dhe largim i shpejtë. Por gjithçka doli jashtë kontrollit. Një konflikt, një armë që shkrep, një jetë që humb. Edhe pse Arlindi nuk e qelloi njeriun, ai ishte bashkëpunëtor. Ishte aty. Dhe kjo e dërgoi drejt një jete që se kishte parashikuar. Burgu, muri që e ndau me botën, por e lidhi me veten, në fillim ishte vetëm dhimbje. Burgimi ishte më shumë se një ndëshkim, ishte një zhytje e dhimbshme në vetvete. Thyrje, përbuzje, izolim. Ai nuk ndjente asnjë ndjesi. As frikë, as turp, as dhëmbshuri. Vetëm boshllëk. Pas 2 vitesh në këtë errësirë të brendshme, takoi mentorin, një burr i moshuar, i dënuar prej dekadash. Ai nuk i foli me predikime. I foli me heshtje. Me sy të qetë. Me pyetje. Një ditë, ndërsa shëtisnin në oborrin e burgut, ai i tha, ti e ke të gjithë jetën para. Edhe pse je këtu. Por nëse vazhdon ta urresh veten, je më i burgosur se ne të gjithë. Që nga ajo ditë, Arlindi nisi të lexonte libra. Filloi me histori të dënuarve të famshëm që ishin penduar. Pastaj kaloi tek filozofia, tek Bibla, tek librat për vetëzhvillimin. Filloi të mbante një ditar. Në të shkruante jo për çfarë ndodhte në burg, por për çfarë ndodhte brenda tij. Në një nga shënimet e tij kishte shkruar, e vrava pa armë. E vrava me praninë time. Por unë nuk dua të jetoj me këtë barë si një kriminal. Dua ta përballoj.
dhe ta shndërroi në mësim, letra që ja theu dhe ja rindërtoi shpirtin. Në vitin e 8 të burgut, mori një letër. Ishte nga vajza e burrit që kishte humbur jetën atë natë. Ajo shkruante, nuk dua që babai im të jetë thjesht një tjetër statistik. Nëse jeta jote tani ka kuptim, nëse ti je bërë më mirë, atëherë bëje babain tim krenar për jetën që nuk jetoj dot. Bëje që kjo tragjedi të mos përsëritet më, nuk kishte qarë për vite. Por ajo letër e theu. Dhe në të njëjtën kohë e rindërtoi. Ai ndjeu një thirrje më të fortë se çdo fjalë e ndonjë gjykatësi. Kjo nuk ishte falje, kjo ishte përgjegjësi. Ishte ftesë për një mision. Liria, më shumë barë se dhurat, pas 11 vitesh, me sjellje shembullore, fitoi lirim me kusht. Kur doli nga burgu, nuk kishte askënd që e priste. Por kishte një ditar të mbushur me reflektime. Kishte një zë të brendshëm që i thoshte, tani fillon vërtet jeta, filloi nga zero. Pun krahu. Fjetje në një dhomë të vogël. Por çdo mbrëmje, shkruante. Filloi të tregoj historinë e tij. Në fillim në një qendër komunitare. Pastaj në një shkollë. Pastaj në televizion. Disa nuk e besuan. Disa e paragjykuan. Por ai nuk ndalej. Sepse çdo herë që tregonte historinë e tij, një djalosh në cep të sallës qante. Dhe ai e dinte se e kishte bërë detyrën. Sot, misioni i një jete të rilindur, sot, Arlindi është themelues i një organizate që ndihmon të rinjt në rrezik. Ka shkruar një libër, Gabimi që më mësoi të jetoj. Është bërë model për shumë që mendojnë se janë të humbur. Dhe çdo ditë ngrihet me një fjalë në mendje, gabimi yt nuk është fundi. Ai është zgjimi yt. Nëse po lexon këtë histori dhe ndihesh i thyer, i zhgënjur, i pafalshëm, mos e mbyll derën ndaj vetes. Sepse fundi që ndjen mund të jetë vetëm fillimi. Fillimi i një jete më të ndershme, më të thellë, më të vërtetë. Fillimi yt, sepse të gjithë gabojmë. Por vetëm ata që guxojnë të ndryshojnë. Bëhen dritë për të tjerët.